Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Gjyqtarët, rroga e re $4.000 në muaj. Ministria e Financave, kosto e paparashikuar për buxhetin e shtetit, drafti për gjyqësorin, letra në komisionin e posaçëm, paga mund të shkojë mbi 500.000 lekë të reja bashkë me shtesat dhe vjetërsinë, nevojitet rishikimi i buxhetit. Kompensimi financiar dhe fizik, formulari për ata që kanë mangësi dokumentesh, pronarët, 6 muaj afat për plotësimet. Nga Isidor Koti botohet opinioni ditës me titull E përbashkëta s'do harihet. Flet psikiatria Ariana Reli, mjekja, shëndeti mendor, më parë kishim 3.000 vizita, tani 9.000 në vit. Babai përdunon vajzën në pyll, 15 vjeçarja u tha familjarve, adoleshentja nën shok, 46 vjeçari në pranga. Euralius, misioni Bashkimit Evropian, reforma, morën parasysh 20 vrejtjet e Partisë Demokratike. Korç, zhduken 2 të rinj, shoku, gjeta rrobat e rezervuari. Ekonomi, blerjet online, finansat, kufiri 22 euro ishte direktiv e Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama, takimi me Vučić është për të nxitur tregtinë në rajonin ton. Universiteti Sporteve, konkursi nis me 23 gusht. 860 konkurrent, do mbyllet më 30 gusht. Në brëndësi të gazetës shqiptare, sot është suplementi Bluetooth. Tuna dhe Kozman, momentet në krahët e partnerëve të rinj. Adelina Berisha, nuk kam pasur kur të dashur. Nusja e Topallit, fotot hot. Martohet Jona Kalema e Big Brother 7. Dashma ime tradicionale, lulet mi solli vajza. Dafina Zeqiri, foto transparente në Llaman. Drejtoresha e tatimeve në Thojza Shtatzën, aktoria e portokallis Delinda pret fëmijën e parë. Orinda Huta i rikthehet prezantimit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin Fondi $45 milion. Reforma, zbulohen pagat për gjyqtarët dhe prokurorët. Zbardhet fatura për pagat e prokurorëve dhe gjyqtarëve që do të zgjidhen pas reformës në drejtësi. Formulari, mbikëqyrje edhe administratës. Të merë në Dibër, babai përdhunon të bijën në pyll. Kapet pas 12 orësh, e mitura në gjendje të rëndë. Intervista, rektor i ri universitetit, Arben Malej, ambicia ime për Luarasin. Dje në gjykat, monstra e palasës në Burg, i qeshur para hetuesve. Në Korç, zhduke në gropën e ujit 8 metra të thellë, 2 kushërinj të adoleshent. Finansat, blerjet online, pakot që do të taksohen nga dogana, ja afati në vendim. Letra e hapur nga Romeo Gorakuqi titullohet Republika po mbulohet nga kanabisi, ndërhyni sot. Nga Çapaev Gjokutej, opinioni me titull Verteri shqiptar, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, reforma në drejtësi, superpaga gjyqtarëve dhe prokurorëve. Fatura antarëve të institucioneve të drejtësisë alarmon Ministrinë e Financave. Rroga mesatare shkon në 330.000 lekë, gjyqtarët dhe prokurorët nga 177 në 500.000 lekë. Amete kërkon rishikimin e projektligjit. Vetëm për rrogat dhe sigurimet e 985 zyrtarëve duhen $45 milion. Holland, arrestohen 3 shqiptar me kokainë dhe 1.3 milion euro. Vizita Rama në Serbi, promovon autostradën dhe Kurbanin. Kryeministri konfirmon vizitën në Serbi dhe takimin me homologun Vučić, në agjendë rruga Niš-Durrës. Intervista Bamir Topi, zgjedhjet janë afër dhe nuk shoh surpriza. Del në Shtetet e Bashkuara të Amerikës filmi Qenë të luftës për Gërdecin. Filmi i frymzuar nga libri Armët dhe çunat e Guy Lawson ka në qendër tregtinë e armëve dhe tragjedinë ku humbën jetën 26 persona. Vendimi, gjykata lë në burg të çmendurin e palasës, braktiset nga familja. Reportazhi, sfida e blegtorit, unë i pari në tregun e qumshtit. Ahmet Lane nga fshati Trush i Shkodrës tregon për iniciativën e guximshme për ndërtimin e fermës me gjellë. Dibër, babai monster përdhunon në pyll vajzën 15 vjeçare. Sherri, aeroport, tifozët e Tiranës sulmojnë lojtarët e Partizanit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli.
Gazeta Mapo në versionin e vet Mapo Weekend sjell titujt Shqiptar dhe Kosovar, vëllezrit armiq. Çfarë nxori në pa debati fundit mes analistëve shqiptar në Tiranë dhe Prishtinë, i nxitur nga largimi i Milot Rashicës. Kosto e reformës në drejtësi, $40 milion në vit, paga e gjyqtarëve 5 milion për llogaritja. Ngjarja në Dibër, abuzoi seksualisht me të bijën 15 vjeç, pra nga babait. Intervista, Kokëdhima do të rikandidoj për deputet. Nga Dhermiu, ku pa kalon disa ditë pushimesh, Koço Kokëdhima ka deklaruar se vitin tjetër do të rikandidoj për deputet. Ai ka mohuar që të ketë qenë vizitor në vilën qeveritare në Dërmi, duke lënë të kuptohet se nuk është takuar me Ramën. Dyshja Hoxha Sheu, prishja me Moskën, shkarkimi Liri Belishovës dhe ngjitja e Alis. Editoriali sotëm është shkruar nga Alfred Lela, titullohet Qeveria teknike e Dibrës. Një opinion nga Julian Zyla titullohet Politikan apo udhëheqës. Nga Clement Mile, a e dyshon Papa ekzistencën e Zotit? Në brendësi të gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo letrare. Në rubrikën Letërsi dhe Korrente vin vite 30-40, revolucioni letrar nga revistat shqiptare. Botime, Serbia do të përkthej librat e Ismail Kadares. Mapo debat, shkruan Ismet Kryeziu, përballë Ylber Vokshit. Recensa nga Agim Baçi, leximet nga Diana Çuli, profil shkrimtarësh nga Umberto Eco, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Soros, i implikuar në grushtet e shtetit. DigiLeaks publikon komunikimet elektronike të fondacionit Soros në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që etiketon si arkitekti grushteve të shtetit në 25 vite. 3 ngjarjet që tronditën Enveri në Drilon, shkëlqimi dhe mjerimi vilave të byros politike në Pogradec, si e kuptonin njerëzit kur vinte dhe ikte udhëheqësi, të pathënat e shkrimtarit turk dhe historia e skafistit suedez që u fut në kafen e bllokut. Arben Ahmetaj, kufiri i pataksueshëm për blerjet online është në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian dhe konkurrencën. Apeli Komitetit e Helsinkit, Erida Skëndaj, organet e hetimit dhe gjykatët, përgjegjëse për mbylljen e kallëzimeve të bëra nga kontrolli i lartë i shtetit. Mali i Tomorit, sot nis pelegrinazhi tradicional, disa ditori bektashinjve në Teqen e Kulmakut dhe gjurmën e Abazaliut. Politika e ditës, Ina Zhupa, fatura 600.000 euro e korrupsionit. Asdurian, koha për rithemelimin e Republikës. Shpëtim Zinxhiria, nisin protestat në burgjet greke. 21 universitetet më të mira në botë. Agjencitë specializuara për arsimin bëjnë publike klasifikimin e shkollave të larta për vitin 2016. Universiteti që mund të zgjidhni, shteti ku ndodhet, degët dhe pagesat. Histori dhe tradita, Labëria rikthen profesor Ismet Elezi në Fter, Brigada e 16 sulmuese dhe tradhtia e kuislingëve, Teodor Keko, misionari i artit dhe shoqërisë. Një opinion nga Yzeir Llane mban titullin Polifonia vetëm shqiptare, nga Agron Kaja, eksodi në kombëtare, mjeku në familje, problemet që krijohen nga çrregullimi i tiroides, kripa, shkaktari i sëmundjeve të zemrës, migrena, ç'duhet të bëni para se të shkoni te mjeku, dhimbjet e barkut në fëmijëri, shenjë për depresion, botoksit i erdhi fundi, rrudhat e fytyrës, hiqje në ftoje dhe shplarje me mjalt, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, dy pamjet e lirisë, një analizë nga Viktor Malej, polemika, pjesa e dytë, liria dhe vendet demokratike, ku gabon Andrea Stefani. Ata që Andrea beson se do na sillnin lirinë moderne e mbajtën shqiptari në mesjet. A është liri e drejta të bësh të duash apo të bësh gjën e duhur? Dhe një pyetje, arritjet tona të 26 viteve bazohen mbi lirinë dhe ligjin apo mbi krimin dhe shkeljet? Kush do t'i paguaj pagat e reja të gjykatësve? Reforma, pagat e magjistratëve shkojnë në 3.3 milion lekë në muaj secili, pa përfshirë shtesën për vjetërsi. Do t'u paguaj populli apo duhen sekuestruar pasuritë të korruptuarve? 14 vjetori ndarjes nga jeta, Teodor Kekon mbrëm e pash në ëndër, është artikull që botohet me këtë rast. Tmerri në Dibër, duhet të jetoj një baba që përdunon të bijën, letrat e lexuesve. Dokumentacioni, 5 kushte për marrjen e pensionit familjar dhe si llogaritet, udhëzimet. Nga Arben Duka, kush e mbjell dhe kush e djeg hashashin.
Çfarë vendosi gjykata? Monstra i palasës qesh gjatë marrjes në pyetje. Replik, letër pëllum kullës dhe një histori për Maon dhe Enverin, shkruan Mira Konara në faqet e gazetës Dita. Gazeta Kohajon çelet me titullin Të çmendur, krime, vrasje dhe varfëri. Koço Kogdima, nuk e kam takuar Edi Ramën këtë verë. Kryeministri Rama, nuk e ftova Kosovën në takimin me Vučić. Ish kryeministri Berisha, Rama është ufo në politik, servil ndaj serbëve. Një opinion nga Bemblushi mban titullin Pavarësia e Kosovës nga Shqipëria. Kuvendi, reforma zgjedhore, sfida e sesionit të ri parlamentar. Intervista Boçi, censura mbi median, rikthimi i hijeve të së kaluarës. Diskriminimi, Shkodra më pak fonde se Maliki dhe Roskoveci. Blerjet online, Ministria e Financave, pagat si në Shqipëri, taksat si në Bashkimin Evropian. Një koment nga Frok Çupi mban titullin Frika mes TS, Tepelena State dhe IS. Një analizë nga Lorenz Vangeli, një histori si shumë të tjera pa reform. Nga Sokol Balla botohet komenti me titull Rreziku i parë i reformës në drejtësi. Nga Ylli Dylgjeri fejtoni Hashashi i takon bujqësisë. Koncerti Albano Karizi në Tiranë do të vijë si një shqiptar. Shëndetësi, fruti që shkatron kancerin brenda pak minutave. Shtypeni këtë pikë të trupit dhe efektet do t'ju çudisin. Koha e lirë, super fjalkryqi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Luftë kunetrish mes Xhafaj dhe Vilmanushit për gjyqtarin që do të shkojë në Strasburg. Lobime për Zaganjorin dhe Berberin. Qeveria bën llogaritë e fundit. Këshilli i Ministrave ende nuk e ka marrë vendimin për kandidatët. Reforma në drejtësi fut në konflikt qeverinë. Pagat e gjyqtarëve do u kushtojnë shqiptarëve 4.5 miliard lek. Financat kërkojnë të përgjysmohen. Thellohet skandali me Nenin 13. Ndryshimet u bën në fshehtësi të plot në minutat e fundit. Roli dyshim të ndërkombëtarëve me ligjin për strukturën e posaçme antikorrupsion. Si u rrëzuan 10 nene, ndryshojnë afatet dhe procedurat, ja dallimet me draftin e mëparshëm. Dekriminalizimi, ja deputetët me të shkuar kriminale të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, pakti i fshet mes palëve për t'i amnistuar. Takimi me Vučić fut në konflikt të Ramën me Kosovën, Prishtina kundër qëndrimeve të tij, kryeministri tërhiqet nga mbledhja e qeverive me Serbinë. Bllokimi i pullave për librat, Xhafer Dobrushi, shpërndarja e teksteve duhet kishte nisur prej javësh. Ministria po penalizon qindra nxënës, nxjerr sajesa artificiale. Banka Botërore zbar skandalet e beqajt me tenderat, te zgjatje të procedurave, ndryshim të vazhdueshëm të anëtarëve në komisione. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste përplasen me aleatët për reformën zgjedhore. Të Vejlit kërkojnë ndryshim të sistemit, vënë në lëvizje ndërkombëtarët. Misionet e CIA-s, agjentët shqiptar të rekrutuar nga amerikanët rrëfejnë tentativat për rrëzimin e regjimit komunist, si infiltruari rus Kim Philby dekonspiroi gjithçka, informonte sigurimin e shtetit. Një koment nga Gëzim Mekuli mban titullin Gazetaria shqiptare është e sëmur. Nga Riza Hoxha, a do të mund të gjejnë Dibranët mirë qeverisjen dhe ne pas tyre në 2017-ën? Nga Besi Bekteshi, Shqipëri përballë Kosovë, marrëzia e fundit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Çfarë po ndodh në qytetin e skajit jugor? Revanshi grek në Himar me ndihmën e Berishës. Fatura e majme financiare reformës në drejtësi, pagat e 1000 gjyqtarëve sa buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Përse Partia Demokratike kërkon gjithnjë të shtyjë në kohë reformën. Nga Sokol Balla vjen artikulli Rreziku i parë i reformës në drejtësi. Nga Bemblushi, pavarësia e Kosovës nga Shqipëria. Shqiptari që po çmend serbët dhe grekët. Zbulohet lufta sekrete George Sorosit kundër Izraelit. Shkodra jashtë rilindjes urbane, merr më pak fonde se Maliki dhe Roskoveci. Ja 2 dyqanet e veshjeve në Tiranë, ku shqiptarët shpenzuan 26 milion euro në 2015-ën. Antena brenda familjes, prognoza e shkencëtarit Recep Tayyip për të ardhmen e qeverisë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema.
Gazeta Ballkan thyhet heshtja, takimi me Vučić në Nish, Rama zbardh të vërtetën, Forumi i biznesit shqiptaro-serb, kryeministri, asnjëherë nuk kam bërë ndasi me Kosovën, sikundër edhe nuk preferoj të përzihem në punët e saj me palët e treta. Kompensimi, çfarë ndodh me 860 vendime, pronat, zbardhen çmimet për 1993-1994, u regjistruan 4.000 aplikime në radhën e përfituesve dhe pronarët e kompensuar pjesërisht. Vije e kuqe, dokumenti, ja pikat ku Euralius rrëzon Partinë Demokratike për vettingun. Spartak Ngjela, Bill Clinton ka ditëlindjen, në Shqipëri duhet jetë fest. Dëshmia e vajzës, incesti në Dibër, përdhunoi vajzën 15 vjeç në pyll. Guri përgjegji 46 vjeç u arrestua pas 12 orë kërkimesh. Ekspertiza konfirmon përdhunimin. Rikthimi mesatares, ja si do të shpallen fituesit tek mjekësia, reduktohen kuotat. Ish të përndjekurit, 1293 përfituesi që nuk kanë marrë asnjë këst. Financat sqarojnë kufirin e taksimit online, harrojnë një detaj të rëndësishëm. Thesaret e Marubit, fotot shqiptare të 100 viteve shkojnë në Amsterdam. Një opinion nga Vali Qërfyçi mban titullin "Nuk ka paqe as në varr për Jonidat". Nga Beqet Bajgora, me Serbin, pajtim politik apo historik. Speciale, edhe murgeshat me Burkini, Facebook blokon profilin e imamit. Shërbimet sekrete, BBC, ja përse dështoi CIA dhe Mi-6 në Shqipërinë e Hoxhës. Britanikët dhe Amerikanët, përpjekje katastrofike për të rrëzuar regjimin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Rilindja Demokratike çelet me titullin "Shtet fisnor". 53 drejtuesit e policisë që janë nga Tepelena, vendi origjinës së ministrit të Brendshëm. Emrat e 11 drejtuesve të tjerë të policisë që drejtojnë kartelet e drogës. Degradimi plot i shtetit i shndruar në një organizatë kriminale nga Rama. Si pastrohen boçet e hashashit. Ky titull shoqërohet me një fotografi që zëvendë më të dukshëm në faqen e parë të gazetës Rilindja Demokratike. Ka Frok Çupi botohet artikulli "Frika mes TS, Tepelena State dhe IS". Trafikanti Krujës nëntfishon taksat. Bizneset që deri dje paguani një taks vjetore 5.000 lekë për gjelbërimin, tani duhet ta paguajnë 45.000 lekë. Masakër edhe me ndërtimin në Krujë. Shkodra më pak fonde se Roskoveci. Shkodra ka marrë vetëm 102.7 milion lekë nga 14 miliard që janë shpërndarë në 2016. Ministri i Brendshëm italian, lidhjet e Sacra Corona Unita me mafia në Shqipëri. DC Leaks, Soros, arkitekti çdo grusht i shteti, edhe i 21 janarit në Shqipëri, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Panorama Sport, Partizani sulmohet në aeroport. Hoxha, ja e vërteta. Incidenti pas mbritjes në terminalin Nën Tereza. Policia shoqëron 2 persona. Flet kapiteni, ishin të dehur, ndërhyra se ofenduan ekipin. Lala, Rashica nuk është tradhtar, Hysej meriton të jetë kapiten. Ish kapiteni kombëtares, nëse Miloti do kishte qenë europian, zor se do ta linte Shqipërinë. 2 federatat u kapën të papërgatitura. Ivan Galic, dyndje të huajsh, flamurtari merr një sulmues kroat. Kuksi, Gjici i prer, dua me çdo kusht Superkupën. Skënderbeu, Agostinelli zbardh formacionin. Firmosin afrikanët në Albani, Tirana për titull. Ja sa do paguen blerjet e reja, ish portieri, Bardhe Blu do bëjnë surprizën. Marrëveshja, kategoria e parë në televizion, ja detajet e kontratës. Sot ndeshjet starton Serie A, rekord shqiptarësh në Itali. Angli, Ibra do pjet, i rëmben skenën Pogbas. Bayern Munich, spektakël i Levës, me Ancelotti shënon edhe Hummels. Prezantimi Kandreva, me Interin realizoi ëndrrën time. Nis kampionati, sekretet e La Ligas, Barça nuk njeh rival. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.